Të pandehurit Kastriot dhe Kreshnik Mehmetaj lirohet nga akuza. I pandehurit Halil Mehmetaj lirohet nga akuza. Vrasja e rënd nga 173, paragrafi 1, në paragrafi 1.1, 1.5, 1.8, 1.11, lidhur me 31 të KPRK-s, i pandehurit Halil Mehmetaj për shkak të veprës penale shtytje në vrasje të rënd dhe ndaj të gjithë të pandehurve Halil Mehmetaj, Kastriot Mehmetaj dhe Kreshnik Mehmetaj për shkak të veprës penale mbajtje pronësi, kontroll ose posedim trupi gjykues, një zëri në emër të popullit, merr këtë atë gjykim. Të pandehurit Kastriot dhe Kreshnik Mehmetaj me shënimet personale si në shkresat e lëndës për veprën penale si në dispozitivin 1 të akuzës lirohet nga akuza. I pandehurit Halil Mehmetaj me shënimet personale si në shkresat e lëndës lirohet nga akuza për shkak të veprës penale shtytje në vrasje të rënd për veprën penale si në dispozitivin 3 të dispozitivit të akuzës. I pandehurit Kastriot Mehmetaj lirohet nga akuza që ka të bëjë me veprën penale mbajtje pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga një të pandehurit të Halil dhe Kreshnik Mehmetaj me shënimet si në shkresat e lëndës për veprën penale si në dispozitivin 3 të akuzës, shpallën fajtor për shkak të veprës penale mbajtje pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Të pandehurit Halil Mehmetaj i shqipton dënim me burgim në kullgjote për 3 vitesh. Të pandehurit Kreshnik Mehmetaj i shqipton dënim me burgim në kullgjote për 1 viti, i cili dënim do të ekzekutohet pas plotshmërisë së këtij gjykimi, e në dënimin e shqiptuar llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim. Konfiskuan fishet të përshkruar si në dispozitivin 3 të gjykimit, të dëmtuarit udhëzohen në kontest juridiko-civil, ndërsa të pandehurve u ndërprehet masa paraburgimit me atë vendim të veçantë.